natyre të shohim edhe pse nuk duam ndonjëherë. Por është mirë që të jemi edhe ne të informuar për çfarë ndodh rreth nesh. Sigur të ndjekim një edicion lajmesh si tonë. Pa frikë sepse nuk kemi këtu rejtë që apo ndonjë tjetër të filloj, por ajalën të ngritin. Sa do filloj lajmet? Nëzirë që telefonin në shikoj? Do dhe 3 minuta 2 ora në. 3 minuta? Haj. A për një do në shakë? Nëzirë shakë? Ne. Ti vaj kurë? Ja dhe e ke? Veru shtakë pak. Ti të barë dhe në zi? Nisi, mëra unë vlakë, për së për ishpunë. Atë lundë... Ama pa me hile mu? Jo, hajtë, lëvis të i bari, lëvis. Lëvisu i bari? Asë kam respekt se me i vogu. Ja këtu. Aty? Në ndoj e shmare? Jo, vërse të ndojmë. Na këtu? Qa thua? Këtu Allah, ku du shti? Na, s'ka këtu. Nuk hajsh do të me mua, po që e për mua betë shauti, se unë të bëjë zgërdi, të bëjë damë që, të përës të shtu. Ku merë vesh nga damë në mrash një mua. Unë nga mrao hilo pinzim, dhe nësë rao. Ja! Shashkëri! Shetë, që që shekë shu? Jo për përsollë. Ma! Ja! S'te një gurdi, apo ish me domino, falë, nesë. Po, ti bere shë me televizion dhe po të lutëm shumë në gjithë. Pashëm në kam rao hilo pinzim dhe këta fshatar dhe Nese, ta kam falë se vajtë ora 9 dhe fillojnë lajmë. Je gati të ndesë televizorin? A kishë ndesë? Po ku je gati ti? Mërem dhe mullari ke fjesë, që mëse vërgjë? E po mbylli gruja portën dhe qatë bëjmë. Me që gruja jashtë, e bon nesë. A ndizë. Gati ere? Gati për qatë. Mirë mbrem. Të ndëruar teleshikues, po ndit një lajmet në televizionin ton kombëtar ta dhe Goriqe. Lajmi i ditës. Në tunelin e Mosus Mehalit janë gjetur një sasi e konsiderueshme predhash dhe minash. Me njëherë, forca speciale të Goriqe të dërguara nga vetë krye plaku i fshatit kanë shkruar për të aktivizuar eksplozivët me mjete postafat të sjella nga vetë Amerika Latine. Si me poshtë, 2 tiga, ting, Sjetar, Qysqi, Dal, Barre, Qekiq, Qekan, Juska. Dhe mjete me sofistikuar për hapjen e kapsolës së predhës, i bjesh nga mrava sa ta e krau, Barre 5 kilqe. Për fatë mirë, ka shpërthyer vetëm një granatë, e cila ka shënuar dhe një incident fare të vogël. Dile një 5-6 veta, po së për ishë punë. Punë priste është shembur një pjesë të tunelit që shërbente për kinema, për filmat porno, për burrat e fshatit. Din halave, ne pa par filme. Pra ma e si përritur e Nese. Kalojmë në lajmin tjetër. Dje para dite është bërë mbledhja e shoqatës Fergor. Edhe si përfundim është deklaruar se më në fund pas shumë mundimesh, Goriqa i ka hyrë në NATO. Të keqë. Edhe nesë dhe na marrë me krye plaku për ushtarë se që ferrave këte i ma me mësi këndën e. Sa këvishtë e Goriqa. Lajmi me i kësuën. Senza është shpallur e pavarur pasi është zgjedhur dhe krye plaku i tyre.
Pavarësinë e sensës e ka njohur të gjitha shtetet me radhë. Si më poshtë, ky pika. Shtetet e Bashkuara të Koreas, Korea, Këmishti, Nërtishi dhe minoriteti i lagjes së Kuvizit. Por, me këtë lajm, poliçanakët nuk janë dakord. Dhe shako i këtij, sepse pretendojmë se janë toka tona dhe nuk jemi dakord. Dhe ka ndodhur dhe një incident fare i vogël. Poliçanakët, si të fort që jemi në Gojçanik, me të parë një senarak, një leshtjen, ai ka qenë, ai, për këtej durave e ka rrahur për vdekje. Gorica është e jona, që është e jona. Rrimë ata në durë dhe mosat e në zonë. Se të ferë me kostër ferre, mora e shëpë. Në televizionet, djavim dajme në bërë. O, Allah, se unë jam qikë si patriot Gorica nakshë. Tonë dhe Pa pa lukam shumë, me vesh nga patriotit. Nejse. Kalojmë në vjedhjet e fundit të fshatit. Mërem në orët e vonët të darkës, mina logone si ka vjetë gomarë. Jam bërë kërkime gjatë gjithë mbrëmjes. Dhe si përfundim, është gjetër vetëm Samari dhe nja 3-4 dhemte kanali Kuqë. Kurse Plenzin e kishin shqyrë qenë të themi priftë dhe nga urat. Se shtarë zorë të është. Nga ekspertiza mendohet se gomari është përdhunuar rënd për vdekje dhe pastaj është futur dhe plumi. Më vonë është transportuar për salam në lushje tek Ypsiloni. Nga ora 10:30 në mëngjesit, në shpinë e familjarit që është vjedhur gomari, është transportuar një qesk mish për falenderim. Mjaft lëndu. Dhe tani kalojmë në lajmin tjetër. Në të gllirë të Titës së diel, një person me një motor 1000 kubiksh, tip Piaggio me skrapamento sportive, Si i Gjagjilazit në tamen si. Ka kaluar aty tek ure e kantierit tek Cikallart. Dhe ka shkaktuar zhurmë. Një qenë plak që s'po duron në doti shkreti, se pëllim dhe koka e ka ndjekur dhe e ka rrëzuar në kanal. Personi e ka denoncuar qenin në polici dhe portokallën. Qenin e shkret e ka ndënuar me pushkatim në pyllin e senës. Jo, banallo. Gjënali. Shto në qeni që një rëzon personi bërë nga nalë. Kush ishtë qeni? E heqë dhe imuniteti mund të ishte. Nejse. Kaloj në gazetën tonë të përditshme e Goricaj. Ekspertat e fshatit kanë thënë se trangulli do hedhur ure që të bëhet vetëm brenda një nate. Dhe si pasojë e kësaj, që të gjithë qytetarët e lushjes të kanë ngrënë trangull nga qyjoni kështu, i ka zënë gjithë barku. Dhe kanë ngrënë me brek në dorë pranë banjove publike. Skandal. Në lokalin e fshatit ton, për një por janë zënë 20 burra. Që benzi që janë drejtë. Disi më vajtë që mua bita me jo? Pira killa këta jakëte. Pira killa have zjetë. Dhe tani do të ndikni një lajmë që do të duket pak sa e çuditshëm që të gjithë juve. Pas një 3 spektaklesh që ka organizuar vetë grupi jonë Drita Rinore Goricaj, disa persona të cilëve është përmendur emri në skeqet tona, kanë ardhur dhe na janë ankuar. Madje ankimi ka shkuar dhe më lart, në kërcënimin e të gjithë grupit, me varje ose me pushkatim. Po që mua betë është rregullur kështu që personave që është përmendur emri, të marrin thjesht një 5000 lekë. Po tash ne lek nuk kemi erdi dhe dimarin. Kur të hipi derri fikë, qetën e viçat, prit për marrë, të bje pare dhe lek keni për të marrë. Poezia na imi. Dhe tani kalojmë në horoskopin për ditën e sotme dhe për ditën e mbarshme. Se nga trova, këto drejt gazetash shkruaj mirë fare. Kalojmë në moti fillim, pastaj te horoskopi. Moti sot dhe mot. Moti sot do të ketë vrasire të shumta dhe koha do të jetë e trubur. Dhe shiut nuk do të zëri pyetja vend. Sa këtij andej. Dhe pas këtij lajmi i bëjnë thirrje të gjithë peshkatarëve të fshatit që të dalin të gjithë aty anës dellit se peshku ka dalë me sharr jashtë. Shkurt mua bitit koha ka ngelur 7 zanë. Shpresoj të hapën me jetë, kalojmë në horoskopin e ditës së sotme. Dashi. Sot dashit janë hequr brind dhe i zhverdeli.
Kurse Demi është kthyer në lop hollandeze. Peshorja. Të gjithë ata që janë shenja e peshorës, sot të ruajnë mirë, ama kur them të ruajnë mirë se kam për t'u hedhur te peshimi I trangullit tregtar. Po unë peshor jam. E po ru dhe ti valla. Se nga 2 kujtar që të vjenesh, në vinë 1 kujtar edhe. Jo dhe. Po s'vjelim. Ka ca kuje, le. Peshqit pasi si pasojë një helmimi që ka ndodhur në dellën tonë, nga një person I cili ka shplar pompën e spërkatjes brenda. Aty e gjeni edhe një. Janë elmuar dhe janë kthyer që të gjithë në peshkaqen. Dhe ka rrezik nga kafshën peshkatarë dhe ngeli buzdell dardimën edhe. Zhabat. Pasi kanë pirë hirë të Baxha Këmishti, janë kthyer të gjithë në krokodil. Problemi është se Kalamanjës po I zëndot me grep. Ujori. Sot Ujori ka dalë tek me Xhagorit. Të lumë të... Kurse Virgjë Resha është virgjëruar me Vangjeli. Allah Vangjeli. Të dashur telespektatorë, këto ishin lajmet për ditën e sotshme dhe për ditën e motshme. Bashkë miru takofshin në edicionin e ardhshëm, kur të ngrihen pashkët në qiell. Miru pafshi nga unë, Haxhi Baruti, dhe nga unë Thoma Kapsolja. Ndoshta tani do të nik një pak publicitete dhe gjëra të tjera të sojtë. Ço se fika televizorin po çon. Kështu çojmë. Dalë vazhdoj pranë sigur. Unë vazhdoj pranë dhe në fika televizorin. Me gjithë ti do fikësh edhe. Na plasë shpirtin. Hajta pimaj tek telefon. Do më japësh vezë. Me djath. Atë lumë, që në shpirtin.